Miq, do të flasim për protestën nata 24. Zhvillimet janë po aty të tendosura nga të dyja palët. Kishim një deklaratë me 5 pika që kanë ngjallur debat në media edhe për atë që lexoj, pra që është Dritan Goxha, me atë është marrë kryeministri dhe qeveria, pra dhe antar Partisë Socialiste, këto 24 orët e fundit. Megjithatë, për të marrë një mendim ndryshe, do të zhvillojmë një bisedë me avokatin Fran Dashi për këtë protestë. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, avokat. Çfarë mendoni, duke qenë se është biseda e parë që ne zhvillojmë me ju për shikuesit tanë për këtë çështje, për këtë temë? Ka hyrë protesta në javën e 4, në gjykimin tuaj si do të vazhdojë dhe a jeni bashkuar asaj apo jo? Protesta e njëjtës shqiptare ka filluar uraganën e saj të fuqishëm duke pushtuar rrugët dhe sheshet e Shqipërisë nga data 1 qershor, dita e parë e protestës të rinisë shqiptare. Politika vjetër është lënë një anë dhe çdo shqiptar në media prezant aty në miting apo nga larg po e ndjek me vëmendje uraganin e rinisë shqiptare, e cila kërkon një ndryshim rrënjësor politik në shtetin shqiptar. Shteti shqiptar prej 36 vitesh është uzurpuar nga ish klientët e presidentit fundit komunist Ramizalis. Dy forcat e mëdha politike në këtë vend në këto 36 vite po zbatojnë pik për pik me devotshmëri planin e katavit të Ramizalis. Çdo shqiptar duhet ta mbështesë rinin shqiptare që të marrin frenat e situatës politike në vend, që nga parlamenti, bashkitë, qeveritë lokale, drejtësinë, policinë dhe çdo instrument shtetëror. Biles ka mendimin se rinia që ka lindur në vitet 90 e në vazhdim, këta do të jenë uragani i fuqishëm si do i ndryshojnë faqen Shqipërisë, dhe Shqipëria nuk mund shitet, as nuk mund blihet. Shqipëria është e shqiptarëve dhe do ta drejtojnë shqiptarët. Këtë duhet ta mësojnë të gjithë. Avokat, keni një retorik shumë të fortë, por do mjaftoj protesta për të larguar klasën e vjetër politike? Tashmë ne i dëgjojmë me vëmendje kërkesat e rinisë shqiptare, të cilët kërkojnë një qeveri tranzicioni 12 mujor, pa politikan në qeveri, që kërkojnë ndryshimin e kodit zgjedhor, kërkojnë ndryshimin e anullimin e ligjit të paketës së maleve, kërkojnë anullimin e ligjit për investitor strategjik, por rinia sot duhet ta ngrejë dozën e kërkesave më shumë. Në radhë të parë, duhet të mbyllin ish shkollën e partisë punës, shkollën e magjistraturës. Në radhë të dytë, pasi të vendoset një rënd i ri kushtetues në Shqipëri, të bëjnë një reformë dhe një vetting të fuqishëm sistemin e drejtësisë, sepse vettingu ishte një vetting i cunguar. Avokat, sa e mbaruam, pardje, dolën ata sa e mbaruam. I bërë nga komisioner të pa aftë dhe politik dhe partjak. I përbërë nga komisioner që më i shumti e ka pasur notën mesatare 6.5. Dhe sot, vettingu vërtet ka mbaruar, dhe antarët e KPA-s po hedhin valle me raki dhe me verë në lokalet e Tiranës, dhe po kërkojnë qoka për të zënë vendet në gjykatat administrative, apo në gjykatat e apelit në Shqipëri, apo në prokurit e jurisdiksionit të apelit, apo të jurisdiksionit përgjithshëm. Këtu në Shqipëri sot për sot, i vetmi instrument i drejtësisë që ka perceptimin e publikut në 80% është vetëm struktura posaçme. Të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët, nga shkalla e parë deri në gjykatën e lartë, janë thjesht gjyqtarë dhe prokurorë politikanë që vinë nga politika, nuk vinë nga konkurimet e ndershme të juristave shqiptarë. Po të marrësh dhe të bash një biografi, një CV të pastër, 15 vitet e fundit të magjistratëve që kanë mbaruar, janë djemë gjyqtarësh, prokurorësh, Nipa dhe Mbesa,
të ish deputetëve, të ish ministrave, të njerëzve që kanë drejtuar politikën shqiptare në këto 36 vite. Avokat, a priori kjo nuk mund të merret si kështu se gjithë nipër vlla i dikujt apo i biri i dikujt do jemi, se nuk mund. Gazetari dashur, ai operativ sigurimi, ai gjyqtar dhe prokuror që ka lyer durt me gjakun e këtij populli në 15 breza nuk duhet të asistojnë në drejtimin e këtij vendi. Shqipëria ka djem dhe vajza që kanë studiuar në Perëndim, ka vitin 90 e këtena, kanë studiuar në Australi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka profesora, akademik, doktor, inxhinier, jurist, që janë gatshëm të marrin fatet e këtij vendi në dorë. Shikoni sot kush e drejton vendin, ose në këto 36 vite kush e drejton vendin. Avokat, ata i kemi parë, po më thonin shesh. Ka ndonjë aty që u bind nga sheshi? Njerëzit me banal. Në këtë vend nuk duhet drejtoj asnjë kryeminist mbi 2 mandate, asnjë deputet mbi 2 mandate. Biles duhet hapin dosjet e sigurimit të shtetit, qoftë të sigurimit para viteve 90 dhe sigurimit pas viteve 90. Çdo njeri që ka qenë është dhe vazhdon të jetë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, duhet të flaket nga drejtimi i institucioneve shtetërore, duhet të flaket nga sistemi i drejtësisë, sepse këtu ka djem dhe vajza të pastër, me rekorde të pastra, që kanë studiuar dhe mbrojnë ka 3 ose 4 gjuhëtuja, që sot me krenari mund të thuash që mund të jenë pjesë e stafit për drejtuar këtë vendit. Shko bëj listën e deputetëve të parlamentit sot. Sa gjuhëtuja din? Çfarë shkollash kanë mbaruar dhe ku i kanë mbaruar? Avokat, shiko sot kryetarët e bashkive ku kanë studiuar. Në shesh. Më thoni nga ata besit, ka ndonjë në shesh që ju bind në shesh? Më thoni një emër që ju bind atje. Asnjë s'është në shesh. Gjithë ata që i vinë në shesh nga 2 forcat politike janë thjesht hiena për të përfituar nga uragani i rinisë shqiptare. Ata bëjnë gabim nëse një politikan të çdo rangu qoftë, të çdo forcë politike. Ju thoni që hienat kanë kapur sheshin? Jo, vjekesh. Ai politikan që kërkon të aksesoj në lëvizjen e fuqishme të rinisë shqiptare shkon si hien vetëm për të kapur në sinjal ose për të kapur në vend në uraganin e fuqishëm të rinisë. Ne ata që shkojnë, ata që pretendojnë për të marrë pjesë. S'ka, ata refuzojnë me përbutje. Çdo politikan që ata marrin si qytetar të thjeshtë. Nuk i ndalo kush, se Tirana është gjithë shqiptarëve, por jo në tribuna dhe jo në grupet organizatore për të drejtuar protestën. Protesta nga 1 qershori deri sot është një protestë e një modeste. Pjesa më e madhe që kanë studiuar në Perëndim, e theksoj, kanë studiuar në Perëndim dhe sot janë të aftë për të marrë drejtimin e shtetit, parlamentin, qeverinë, pushtetin lokal dhe drejtësinë. Rinia, flasim gjithmonë për rinia. Një rini me ideale perëndimore, jo një rini që ka studiuar në lindje, një rini që ka studiuar në Perëndim, vendet e Perëndimit. Atje kanë marrë kulturën perëndimore, ke sa dush me doktoratura, me akademi, me profesora, me nga më ndryshme. Pa janë gatshëm të dalin për zot vendit tonë. O sot o kur, Shqipëria dhe vendi i thret në skenën politike për të marrë fatet e kombit dorë. Të lutem avokat, më thuaj edhe diçka të fundit për rolin e SBA-s të Perëndimit në këtë protestë. Do jetë me sheshin apo do jetë me qeverinë? Nga viti 1991 kur sekretari i shtetit James Baker zbriti në sheshin Skënderbej dhe deri në këtë moment që ne po komunikojmë, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një partneritet i pastër dhe Shqipëria pa Amerikën nuk do kishte ekzistuar qoftë në 97-ën, qoftë në 91-ën dhe sot. Amerika është partneri më i besueshëm i Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke përfshirë edhe partnerët evropian. Ne po shohim dhe po ndjekim në mendje, pavarësisht se s'kemi asnjë prononcim të asnjë force shtetërore, qoftë Amerika, qoftë Bashkimi Evropian, por me ata çfarë unë mendoj, ata po vëzhgojnë dhe do jetë në fund që dikush do ta flasë fjalën e vet. Mendoni që Amerika në fund do ta flasë fjalën e vet, do ndërhyjë. Por ka edhe diçka të veçantë.
Kjo është një uragan i fuqishëm me një kulturë perëndimore, rini me një demonstrim me kulturë perëndimore. Nuk dalin si forcat politike që kërsasin me Kalashnikov që me 21 janar 2011, që sot janë 4 viktima, dhe askush sot nuk ban përgjithësi. Askush nuk ban sot përgjithësi. Nuk dalin me flakon për të djegur dhe për të dëmtuar punojësit e policisë shtetit. I pat shumë bukur. Rinia. Paqësore. Trupes policore duke dhuruar buqeta me lule. A ka më bukur se kjo? Kjo i nxjet një proteste në Francë, në Angli, në Gjermani apo në Washington. Kjo është një protest model si shqiptarët, sidomos mosha jonë tani, që jemi larg politikës dhe kemi kaluar standardin e politikës, kemi kaluar, si thuishti ato vitet për qenë pjesë mbështetjes dhe dhënies kontributit në këtë shtet. Ne do ta kujtojmë me shumë nostalgji edhe brezat e ardhshëm këtë uragan të fuqishëm të rinisë, një uragan model që vlen për të marrë shembull. I bëj thirrje çdo të riu shqiptar dhe të shqiptare, kudo që ndodhet anë kanë botë, me çfarë mundësi ka, nëpërmjet medjave, nëpërmjet shtypit, nëpërmjet rrjeteve sociale, duke marrë pjesë fizikisht, ta mbështesin këtë uragan të fuqishëm, ose do kur Shqipëria i kërkon në skenën politike të saj. Avokat, faleminderit për mendimet tuaja që ndat me publikun tonë. Faleminderit nga ana juaj.